Ervin, të përshëndes, atëre, çfarë të rejash ke mundur të mësosh sa i përket kësaj ngjarje të rënd, personit që kanë mbetur i vrarë, por edhe tek autor, duke qenë se tashmë grupi hetimor ka mundur të gjejë edhe një automjet që dyshohet se mund të jetë përdorur nga atentatorët. Do ta nis nga kjo e fundit, automjeti që është përdorur në këtë krim bëhet fjalë për një Seat Leon ngjyrë të bardhë, pra siç duket edhe nga pamjet filmike pak para se të kryej atentati dhe në momentin pra që është qelluar në drejtim të 29 vjeçarit Ermir Dedja, brenda këtij automjeti është gjetur edhe një armë zjarre që dyshohet të jetë një armë automatike, megjithse si duket pra provat janë të pakta për të gjetur për shkak edhe të shkrumbimit total që është bërë këtij automjeti nga autorët e dyshuar në zonën e Gërdecit në Bashkinë Vorë. Megjithatë, sigurisht po kryen edhe hapjet e kamerave të sigurisë për të parë edhe nëse do të kemi të mundur ndonjë pamje të autorëve të dyshuar, të cilët pra kanë qenë dy persona, një në rolin e shoferit ndërsa një në rolin e ekzekutorit. Ermir Dedja ne ka kapur një plumb në pjesën e gjoksit dhe si duket i ka shkaktuar edhe plag vdekjeprurëse duke i prekur edhe organet jetësore, çka ka bërë që të mos mbijetojë pavarësisht se është dërguar në spital. Ndërsa nga pamjet e sigurisë, pra që ka siguruar edhe ABC News dhe i kemi shfaqur, pra shihet edhe automjeti i autorëve të dyshuar, një automjet frustrat, pra ngjyrë e bardhë që afrohet kundra vajtje, pasi në këtë rrugë ku ne ndodhemi aktualisht, pra është me një sens lëvizje dhe ky automjet si duket pra është futur në sens kundra vajtje dhe ka qelluar në drejtim të Ermir Dedjat, 29 vjeçarin duke lënë pra edhe të vdekur, ku gjatë këtij momenti kanë qenë edhe disa miq të tij, por fatmirësisht nuk janë kapur nga plumba dhe shikohet teksa largohen me vrap. Ata janë marrë në pyetje, por kanë thënë se nuk i kanë njohur autorët për shkak edhe të errësirës, por edhe lëvizjes së automjetit dhe janë trembur nga të shtënat me armë dhe janë larguar menjëherë pra me vrap, siç duket edhe nga pamjet filmike. Ermir Dedja pra ka një të shkuar të theksuar kriminale për shkak edhe të asaj se çfarë ka ndodhur marrë në të kaluarin dhe në skedaret e policisë, ku rezulton se të paktën në disa ngjarje është i përfshirë, si në vitin 2015 pra të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike, por edhe në vitin 2017 emri i tij lidhet me një plagosje dhe të paktën hetuesit kanë dyshime se ai është i përfshirë si në pazar dhe shitjet e lëndëve narkotike, por edhe në ngjarje të tjera kriminale. Po skedohet edhe ajo pjesë pra se çfarë ai është marrë apo aktiviteti i tij në shtetin gjerman, pasi vazhdimisht pra kishte udhëtime drejt Gjermanisë, ku edhe atje dyshohet se është marrë me aktivitetin e shitjeve të lëndëve narkotike, dhe sigurisht pra dy nga pistat është trafikimi i lëndëve narkotike, prishje për pazareve të drogës, por edhe ajo e hakmarrjes për shkak të bandave apo rivalitetit të bandave kriminale, ku edhe pak pas mesnatës u qellua dhe pra me një organizatim, një atentat më themi të mirë organizuar për shkak edhe të mënyrës se si kanë lëvizur duke ardhur me automjetin e tyre, duke mbajtur në vëzhgim dhe sapo ai ka parkuar automjetin dhe ka lëvizur në këmbë, janë afruar dhe ka dyshime të forta se mund të kenë pasur edhe një informator në terren, pra një person të tretë. Edhe duket që janë edhe të sigurt në fakt atentatorët Ervin, shohim që ata lëvizin shumë të qetë me automjetin e tyre, apo jo. Nga ana tjetër, është gjetur automjeti i djegur, ai është djegur plotësisht, është gjetur arma e krimit, por ka mundur policia të zbulojë pak më tepër detaj sa i përket automjetit, kujt i përket? Automjeti dyshohet se është i vjedhur së bashku me targat, megjithse po hetohet pra edhe pjesa se ku është denoncuar i vjedhur bashkë me targat, pra pasi të dyja dyshohet se janë të vjedhura në qytetin e Durrësit, megjithatë do të jemi në momentet në vijim për të mësuar se kujt i përket ky automjet i vjedhur, por edhe targat, të cilat janë mbivendosur këtij automjeti, pra megjithatë policia dyshon se ky automjet nuk ka lidhje direkte me autorët, por vetëm është përdorur në krim, pasi si duket është vjedhur në një vend pra që s'ka lidhje me atentatin, por është përdorur nga këta persona. Sigurisht do dhe diçka tjetër, lutem. Sigurisht do të shikohen edhe pamjet filmike të momentit të vjedhjes për të përshkruar nëse ky autor i vjedhjes së automjetit ka apo jo lidhje me grupin e ekzekutorëve. A e kuptoj. Duke qenë se nisur nga gjithë dinamika, duket se është një atentat ku autorët e kanë organizuar gati në perfekcion, duke qenë se deri në këto momente nuk është zbuluar ndonjë gjurmë. 29 vjeçarit i the që ka qenë shoqëruar edhe nga miqtë e tij. Nga ajo se çfarë ata kanë dëshmuar në polici, 29 vjeçari kishte marrë kërcënime të mëhershme ose kishte vënë re lëvizje të dyshimt të personave të tjerë? Ermir Dedja në fakt nuk ruaj, por të paktën sipas të dhënave që kemi marrë nga policia e Durrësit, ku hetuesit
po kryejnë verifikime për një sherr të paktën në dijenin si të miqve, por edhe të policisë së shtetit, që ai ka pasur disa ditë më parë me disa persona pra në zonën e Shijakut, dhe sigurisht ky sherr do të verifikohet, por ende të paktën deri në këtë momente nuk lidhet me atentatin, sigurisht do të kryen verifikime të mëtejshme nëse ky sherr ka sjellë si pasojë edhe ekzekutimin e tij. Megjithatë, këto janë dyshimet paraprake që ka policia, ndërsa miqt, siç e theksuam, pra kanë qenë në fakt duhet theksuar se kjo zonë pra ku ne ndodhemi të paktën edhe për banorët njihet si pak problematike, mund të themi, për shkak edhe të konsumimit të lëndëve narkotike, dhe dyshohet se pikërisht Ermir Dedja, 29 vjeçari, së bashku me këta miq kanë ardhur për të konsumuar lëndë narkotike apo edhe vepra të tjera penale, të paktën në këtë lagje ku ne ndodhemi, dhe si duket pra ka qenë jo hera parë që vinte, për shkak se edhe nuk është banor i kësaj zone, por si duket ka pasur miq të tij dhe ka dyshime se merret me trafikun e lëndëve narkotike. Të gjitha informacionet që përsolle drejt për drejt nga vendi i ngjarjes. Faleminderit.